Emri i Gjeneta Fetaut është rikthyer në qendër të vëmendjes pas lajmeve që nisën të qarkullojnë se ajo është në pritje të ëmbël. Për disa orë me radhë, rrjetet sociale u mbushin me aludime, duke vënë finalisten në shtëpisë më të famshme në Kosovë në qendër të vëmendjes. Por ajo nuk ka qëndruar në heshtje. Me një reagim të drejtë për drejtë në Instagram, Gjeneta ka zgjedhur të japë fund çdo spekulimi. Ky lajm i publikuar është krejtësisht i rrem dhe shpifës. Nuk është hera e parë që mediat shpikin lajme të pavërteta për mua dhe jetën time private, duke tentuar të krijojnë klikime me emrin tim. Dua të bëj të qartë se fakti që mund të kem shtuar peshë nuk jep të drejtë askujt të shpikë histori të tilla. Kjo është jo vetëm shpifje, por edhe gjuhë stigmatizuese dhe diskriminuese ndaj trupit, që cënon dinjitetin dhe imazhin tim. Unë nuk do ta lë këtë rast pa e ndjekur deri në fund. Do të ndërmarr hapa ligjor për katës sepse mjafton me këto lajme të pavërteta dhe denigruese. Uroj që media të kujtojmë se publiku informohet me fakte dhe jo me shpifje. Kështu ajo i ka mbyllur qartë aludime, duke rikujtuar se jeta e saj private është e drejtë ekskluzive e saj dhe askush tjetër nuk mund të flasë në emër të saj.